Kryepeskopi i Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, Joan Pelushi, ka mbajtur liturgjinë e parë pas saktimit në krye të kishës ortodokse autoqefale shqiptare. Shërbesa u mbajt në Tiranë në katedralen Ngjallja e Krishtit, ku ishin të pranishëm qindra qytetar. Mesha u mbajt në gjuhën shqipe dhe u shoqërua nga kori i kishës. Të shtunën, po në katedralen Ngjallja e Krishtit, në kryeqytet, u mbajt ceremonia e fronëzimit të fortlumturisë së tij, Joan Pelushi. Ceremonia u nduq nga përfaqësues të lartë të shtetit shqiptar dhe atij grek, si dhe delegacione nga 13 kisha ortodokse të botës. Të pranishëm në ceremoni ishin kreu i shtetit Bajram Begaj, kryeparlamentarja Elisa Spiropali, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, si dhe përfaqësues nga radhët e opozitës. Fortlumturia e tij nënvizoi se diktatura shkatroi muret e jashtme të kishave, por jo zemrat e besimit. Falenderojmë dhe nderojmë martirët e lirisë që përhapën dritën e besimit në trevat ku jetojmë, një listë e gjatë të cilën do ta kujtojmë me nderim dhe mirënjohje. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20, kisha u përball me persekutimin e egër komunist. E gjithë infrastruktura materiale e shpirtërore u shkatërua pjesërisht apo plotësisht, kishat u shkatruan nga themelet. Diktatura shkatroi muret e jashtme të kishave, por nuk mundi të shkatroj zemrat e besimit. Në kohë kritike, Perëndia vizitoi kishën tonë, nderoi kujtimin e paraardhësve të mi. Në listën e gjatë përmend 2 personalitete të shquara. Imzot Fanoli ishte njeriu i duhur. Ai ishte pajisur nga Perëndia me talente të jashtëzakonshme, dha kontribut për ndërgjegjësimin kombëtar. Në kohë rekord ai pajisi kishën me librat kryesor. Mëtej, kryepeskopi shpalosi 7 shtyllat themelore të misionit të tij të ri: ruajtjen e traditës së shenjtë, forcimin e unitetit brenda kishës, ruajtjen e ekuilibrit midis ungjullit të mbretërisë dhe ungjullit social, mbrojtja e vlerave të martesës dhe të familjes, ruajtjen dhe forcimin e bashkëjetesës fetare në Shqipëri, inkurajimin e të rinjve për të dashurat dheun e tyre dhe për të mos e braktisur atë, si dhe kultivimin e marrëdhënieve me të gjitha kishat dhe bashkësitë e tjera fetare. Sinodi i Shenjtë më 16 mars me vot unanime zgjodhi Joan Pelushin si kryepeσκopin e Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Ai pason në këtë post Anastasia Anulatos, i cili u nda nga jeta në moshën 95 vjeçare.